Në Kukës po vjen rekonstruksioni plot i shkollës nëntëvjeçare Avni Rustemi, një prej institucioneve më të mëdha arsimore në qytet. Punimet pritet të përfundojnë në fund të vitit 2025, ndonse afati është në marsin e vitit të ardhshëm. Prej fillimit të këtij viti shkollor, nxënësit e kësaj shkolle zhvillojnë mësimin pasdite në 2 shkolla pritëse. Situata e përkohshme, sipas të drejtuesve dhe prindërve, ka sjell disa vështirësi, veçanërisht për nxënësit e ciklit fillor. Po pres mesën. Mesën e prisni çdo ditë në mbrëmje? Jo, kur kem kohë. Kur kem kohë, vjen. Po sa e vështirë është për edhe promotion tuaj me prit? Jo, valla, po çfarë bëj? Çfarë bëj? Duhet më dalë se zban. Ndikon se terra se pasha motor. Me një makinat lëvizin, po janë di kalime, një të me të shkuajje, me paketi e me kalu të farmacia, e marrë të shpia, e me prejtë se zban. Mësime, ndikon, kur vjen shtëpia, vjen e lodhshme, na trego pak. Po vjen pak e lodhshme, me bosë. A përqendrohet me mësue? Po mëson, mëson. Kalon koha shpejt dhe nuk kena edhe kohë me mësu, kështu. Sepse nesër më duhet të përgatitemi për mësim. Shpresoni se sa shpejt do dini të shkollare? Po. E pritni pa durim, a? Po. Investimi që po zhvillohet në shkollën nëntëvjeçare Avni Rustemi pritet të përfundojë në fund të vitit, në fund të këtij viti, pra në muajin dhjetor. Këtë e kemi nga kontaktet që kemi pasur me Bashkinë Kukës. Nga kjo kohë presim që të vazhdojë kalimi në shkollën e re. Investimi ka qenë shumë i duhur. Shkolla Avni Rustemi është një nga shkollat më të mëdha të qytetit dhe është domosdoshmëri një shkollë e re me ambiente bashkëkohore për ta nxënës që bëjnë shumicën e nxënësve të qytetit të Kukës. Aktualisht mësimi zhvillohet në ambientet e shkollës nëntëvjeçare Barancuri për arsimin fillor, pra nga klasat e parë deri në klasën e 5, ndërsa nga klasa 6 deri në klasën e 9 mësimi zhvillohet në ambientet e gjimnazit Avzinela. Ky proces mësimor, pra në këto kushte që jemi tani, ka vështirësitë e veta si për rarën edhe për pjesën që shkolla është ndarë në 2 pjesë, kërkohet një bashkëveprim dhe bashkërendim i aktiviteteve që kërkon një mund më të madh, por gjithashtu edhe rari ka qenë problem më shumë për klasat e arsimit fillor. Orari i përfundimit të mësimit është shumë vonë dhe shumë nga nxënësit e kanë të vështirë përqendrimin apo dhe koncentrimin në mësimin e mësimeve të tyre. Megjithatë, stafi pedagogjik është angazhuar maksimalisht për të siguruar që procesi mësimor të zhvillohet normalisht. Kujdesi ka qenë ndaj nxënësve maksimal, ashtu dhe organizimi i gjithë orëve mësimore ka qenë në nivele maksimale për shkak të ndjeshmërisë që ka ky proces tashmë, për shkak të kushteve që ne zhvillojmë mësimin. Të gjithë orët mësimore janë zhvilluar të plota dhe është arritur gjithçka për çdo nivel mësimor ka qenë maksimal. Kushtet në të 2 shkollat, si në shkollën Barancuri edhe në gjimnazin Avzinela, janë kushte optimale, sepse të 2 shkollat janë tashmë të rikonstruktuara dhe ambientet e tyre janë komode, prandaj nuk është se kemi pasur probleme me temperaturat apo probleme të tjera për organizimin e procesit mësimor. Shkolla Avni Rustemi numëron aktualisht rreth 800 nxënës dhe 50 mësues, duke qenë ndër institucionet me numrin më të madh të nxënësve në arsimin bazë në Kukës. Pas ndërtimit në vitin 1974, kjo është hera e parë që godina i nënshtrohet një rekonstruksioni të tërësishëm me një investim prej 107 milion lekësh dhe pritet të krijojë kushte më të mira për zhvillimin e procesit mësimor.